Këmbët e gjata si Elvana Gjata. Jo, si Maki Bajrami. Çmendi Prishtinasit Mos. pasmet e saj të hatashme. Sa ishe në televizion, qoftë në showbiz fillimisht, pastaj edhe në pjesën e sportit, nuk është që nuk e ranë sy të medjave, kanë shkru medjat për shembull. Këmbët e gjata si Elvana Gjata. Jo, si Maki Bajrami. Një shkrim. Profesioniste dhe e bukur, njihuni me gazetaren Maki Bajramin. Gazetarja e Klan Kosovës, çmendi Prishtinasit Mos. pasmet e saj të hatashme. Si ke prit këto shkrime? Si dukeshin këto komente që lidhen me pamjen fizike? Nuk më pëlqen shumë të flitet në aspektin fizik, sepse kjo është diçka që na e ka falë Zoti, që mundemi me mirëmbajt, po që nuk është totalisht merite jona, ose imja në këtë rast, edhe nuk më pëlqen shumë të komentohem me aty, sepse mendoj që kam virtyte të tjera, profesionale për cilat do duhej të komentosha, jo për pamjen fizike.